Qysh mundesh me mësu edhe me kontribu me inteligencë artificiale. Zotimi.com është projekt që e kum nis para një kohe tu i testu këto modele që janë lancu. Sfundi e kum kalu në Codex, produkti OpenAI për me kriju me inteligencë artificiale. E kum skrej plan programin që e ka pas partia që e ka fitu zgjedhjet e fundit, edhe kum vendos secilin premtim me një kartel të veçantë, ku përcillen burime të ndryshme të informacione për me pa qysh do të shku progresi që ati premtimi. Edhe këto përditësohen në Codex, e bëj një prompt thjesht edhe kërkoj lajmet e fundit që ka janë të ndodhë, që kam edhe është veç me automatizu, që AI me kry vetë qëtë proces, edhe unë veç me aprovu nëse burimi është i sakt, në mënyrë që me kanë lajmet e sakta. Qaka tjetër është një modalitet, një modul i aktivitetit deputetëve, ku ideja është me përcjell performancën e deputetëve. Këto si burim përdoret transkripti i kuvendit edhe përcjellen keyword-at, të cilët ndërlidhen me platformën që me pa për çka po flet një deputet i caktuar më shumë, ose nëse s'fol hiç. Do të thonë, këto kemi pas mundësinë me pa cilë deputet që kanë aktiv fare në kuvendin e Kosovës. Krejt këto mas një deputetëve lidhen me kartelat e premtimeve që me pa cili për deputetëve është të fol për temën e caktuar më shumë. Normal, data do të më përpunu, sepse vetë sa ka fillu, po gradualisht, po shpresoj që ka me avancu me një mas që me rrit edhe transparencën, edhe veridhenjen, edhe njerëzit me mujt me pa ku janë premtimet e tyne në shëndetësi, ku janë projektet për turizëm, që ka ndodhë në qatë drejtim, për inovacion, e tjerë. Për shembull, kemi këto projekte që janë premtuar që 4 vjet edhe nuk është po kur gjë në drejtim tyne, po gradualisht po tentojmë që me rrit qëtë transparencën publike dhe me shty njerëzit përpara me punu.